Daxhi. Respekte shumë, respekte. Gjatë. Shumë respekte. Po je gjigant. Diamant shënde, tamam. Tamam diamanti. Ha mo, bë ura apo jo? Urojmë shëndet. Gjithë vjetë ka punuar për Shqipërinë, Allah ta bendoti. Do ngjesh histori do ngjesh. Ja u takoj me një shefi. Vllai. Nderuarja njerëz. Respekte. E, po gratë më vete pas kanë nejtur, e? Në qëndër, respekte. Shumë faleminderit të gjithëve që Faleminderit që keni ardhur. tani këta e kam pasur urën një mit që nga vitet 60 le të themi edhe nuk e besonin kur do fillonte projekti. Në fakt është një projekt i jashtëzakonshëm. E ka bërë vit demo. Respekte. I madhe. Si kemi ditë? Si kemi ditë? Shirello, fute kokën aty. Ashtu, bravo. Miri me urën, bukur. Shumë bukur ka dalë. Janë dhe isha tjetra. Aty është rruga tjetër që lidhet me rrugën e Ballabanit. Shumë faleminderit. Ura është perceptuar le themi edhe me parametra urban, ka trotuar dedikuar për këmbësorët, në 2 krahët në fakt. Tirana. Atë keqë dhe. Si kemi ditë? Takoje. Po më shiko tani këtu si e kemi tani. Që nga i turpshëm, ha? E po mirë, unë do jap lulet të gocës. Po të ktheve të kokën, të lulet i majtë të gocës. Lulet i majtë lulet. Bravo Diamanta. Siç po thosha, ura është perceptuar me parametra urban, që është dhe pjesë shëtitore e Zberatit tani, sepse dhe bypassi përdoret gjatë orëve të mbasdites për të bërë xhiron luginën e Tomorit. Rruga që shohim gjurmën që është në Kodrën, në Kodrat e Bilqës, në fakt lidhet atje me rrugën që po vjen nga Ballabani. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që e krijon këtë aks, sidomos për çliruar më pas trafikun që i gjithë që do vinë nga rruga e Ballabanit do kalon nga si s'bën në Goricë. Dhe Gorica do kalon nga në kolaps. Prandaj lidhja këtyre projekte në fakt koha ka qenë perfekte për sa i përket zhvillimit të disa projekteve që të vinin pastaj në një aks totalisht të ri, duke filluar me projektin e bypassit në 2021-shin, vazhduam pas me projektin e Urës 2022-shin, filluam pas rrugën që lidhet me rrugën e Ballabanit, ndërkohë Ballabani mbaron këtë vit. Domethënë janë 4 projekte të cilat në kohë janë menaxhuar në mënyrë perfekte. Dhe kjo ka dalë një gjë jashtëzakonshme për të gjithë banorët. Imagjino të kryeministri që banorët në këtë krah të Osumit, për të ardhur në Berat, duhet dilin jashtë Beratin përpara për të rifutur përsëri në Berat.
Tu kemi bërë dhe një balkon të vogël, se tani s'ka ujë, por beratët e kanë qef edhe të peshkojnë që. Beratin 2050. 2050. Edhe ajo rruga është shumë panoramike atje. Peshkojnë në Vilan? Po, peshkojnë edhe në qytet brenda, se kur vjen uji, po. Shumë bukur, ha? Kjo është nga gjurmët më të jashtëzakonshme që kemi lënë këtu në Lublin. Shumë bukur, ha? Bukur, ha? Shumë bukur. Shumë bukur. Tani kjo lidhja e lehtëson shumë situatën, ha? Se përpara duhet i binit në fund andej të arrit. Jep mrekullik sezonës. Ha? Jep mrekullik. Po. Një autobus në si. Autobusin. Jo, thoshe kaloni me këmat kur kishte... Jo, duan autobus tani, e kanë drejtën. Patjetër. Ta e vini, gjera ati që da i ke si rrugën, e ke stua, pa ati ke ne ke lanë katastrof. Pa vash avash vjen rruga. Shikon tani, se më tek që ke 6 fëmijë. Ha? 6 fëmijë. Një sekond, lëre. Ke bërë 6 fëmijë. Një sekond më. I ke bërë me një herë të 6. Jo. Që ta thash? Ta thash, tani ura është vajza oficere. Tani do kalojmë ke vajza tjetër, do bëjmë atë që the ti. Hajde.